Ka qenë sërish organizimi shoqëror i lëvizjes Reago pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit për të mos harruar atë që po ndodh brenda familjes shqiptare. Pikërisht, atë që kohët e fundit po dëgjojmë shpesh. Dhuna në familje dhe konfliktet bashkëshortore, të cilat po marrin zgjidhje me plumba. Protestë kundër dhunës ndaj gruas, protestë kundër indiferentizmit shoqëror, civil, institucional e moral. Ky ka qenë objektivi i kësaj lëvizje në 22 korrik. Midis këtyre pllakave shekullore të bulevardit Dëshmorët e Kombit, bëhet thirrje jo më dhunë, duke marrë shkas nga dëshmorët e krimit në familje, për gratë, për nënat që ikin duke lënë shpirtin peng tek fëmijët e lënë pas. Format e dhunës janë të ndryshme, edhe reagimi qytetar po ashtu, por thirrjen për qytetarët për t'u bashkuar në ndërgjegjësimin të kësaj nisme, e cila do të vazhdojë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, duhet ta dëgjojnë të gjithë. Ne jemi të gjithë nga pak fajtor për të tilla tragjedi. Thirrjen e parë e drejtoi gruas shqiptare, grave që janë dhunura, i bëj thirrje që të denoncojnë dhunën që ushtrohen nga bashkëshortet e tyre. Ta denoncojnë ato në polici për mbështetjen e duhur sepse mund të arrin aty ose mund të përfundojnë si mos më keq siç kemi parë në këto ditët e fundit nëpër ekranin shqiptar. Thirrjen e dytë ja drejtoi qytetarëve shqiptar pasivitetin që po tregojnë ndaj kësaj dhune, ndaj këtij fenomenit negativ. Ne duhet të japim shembullin më të mirë dhe duhet të reagojmë në mënyrë që të tregojmë se ne si shoqëri refuzojmë dhe nuk e pranojmë këtë fenomen negativ në shoqërinë tonë. Kurse mesazhin e tretë e kanë për institucionet shtetërore, të cilët duhet të reagojnë ashpër dhe jo vetëm të reagojnë, duhet të ndërmarrin edhe hapa konkret për dhunën ndaj gruas, sepse edhe institucionet shtetërore janë de facto dhe realisht duhet të mbrojnë dhe të garantojnë jetën e qytetarëve kudo ndodhen. Nuk kemi pas asnjë lloj reagimi nga krerët e institucioneve, prandaj bëjmë thirrje institucioneve që të marrin hapa konkret, jo vetëm disa deklarata pasive formale. Shumë gra sot janë në terrorin e dhunës nga bashkëshortet e tyre. Edhe ky është një iniciativë dhe një protestë ndërgjegjësimi, njerëzit duhet të reagojnë. Një fjalë, njerëzit duhet të reagojnë, qytetarët, vajzat, gratë e lënuara duhet të reagojnë që mos kemi skena të tilla të përsëritura nëpër ekranin shqiptar siç kemi parë ditët e kaluara. Nisma qytetare në moto ndalo dhunën ndaj gruas kanë protestuar mes ditën e së premtes para Ministrisë së Drejtësisë. Jemi të revoltuara, ne jemi femra dhe nuk heshtim më. Në shenjë simbolike, ata lyen rroba me bojë me ngjyrën e gjakut, duke kërkuar kështu që çdo njeri nuk mund të pranojë që në vitin 2013 të ndodhë një dhunë barbare si kjo e ditëve të fundit. Shoqëria civile ka kërkuar një zëri t'i themi stop fenomeneve të tilla që marrin jetë njerëzish. Ne qytetarët e këtij vendi nuk mund të pranojmë në vitin 2013 një dhunë mesjetare dhe barbare si këto që po na dëgjojnë veshët e po na shohin syt kohët e fundit. Drejtësime kërkojnë nga strukturat të cilat i paguajmë, i zgjedhim dhe nga të cilat presin të bëjnë drejtësi. Gruaja shqiptare është sot simboli antihumanizmit, padrejtësisë gjyqësore dhe asaj socioekonomike. Protesta e sotme nuk i drejtohet vetëm kasapanës familjare dhe asaj shoqërore, por të gjithë sistemit kriminal e makabër që ndihmojnë të zhvillohet çdo ditë nëpërmjet heshtjes dhe mos reagimit. Ndërka qeverisë Luarasi ka kërkuar që shteti të vendosë një moratorium për të gjithë krimet që ndodhin brenda familjes. Duhet të kemi një moratorium për të gjitha ngjarjet dhe për të gjitha krimet që po ndodhin kohët e fundit brenda familjes. Në qoftë se shteti vendos një moratorium dhe e fut dhunën në familje me dënimin e saj maksimal për ata njerëz që vrasin gratë e tyre, pa diskutim që unë mendoj që kjo do të ndikonte në mënyrë drastike në uljen e krimit brenda familjes. Moratoriumi duhet të përfshijë dhe mungesën e amnistive, sepse nuk duhet të ketë amnisti për njerëzit që vrasin brenda familjes. Vetëm brenda një jave, krimi në familje kapi shifra alarmante që u kanë marrë jetën 3 grave, të cilat mbetën viktima nga bashkëshortët e tyre.